Megjithatë kemi një paradoks. Që Ju thatë që Partia Socialiste është e vetme që do të luftojë korrupsionin. Por në anën tjetër, korrupsioni i cili është kthyer në një gangren politike ekonomike dhe këtë nuk mund ta mshej. Jo gangren. Okej. Në kulturë. Në kulturë flas. Në kulturë. Po, është kthyer në kulturë. Unë jam dakord se i kam opozitë. Është kthyer në kulturë. Korrupsioni këtu nuk fillon nga lart poshtë, po fillon nga poshtë lart. Sepse jemi të gjithë korruptueshëm. Nuk jam dakord me këtë gjë. Por për shkak të korruptuarve që qëndrojnë edhe lart, edhe njerëzit fillojnë të adoptojnë dhe kërkojnë një shërbim. Kjo është shumë e thellë, nuk është sot. Nuk është sot. Ne jemi në natyrën tonë, nuk jemi një shoqëri që nuk e kemi atë kulturë që mos korruptohemi. Tash të jemi sinqert dhe unë nuk po them që kjo ka filluar me qeverinë socialiste. Kjo ka qenë dhe përpara, ka qenë mos shkojmë në histori tash, po që në vitin 92 ne dim si ka funksionu këtu. Shkojshë ke dera spitalit do t'i pse lek. Shkojshë ke infermieri do t'i edhe para vitit 90. Edhe para vitit 90. Po ka qenë korrupsion tjetër sepse edhe gjatë kohës Ahmetzogut, po edhe gjatë kohës pushtimit italisë, po edhe gjatë kohës edhe gjatë kohës pushtimit turk ka ekzistuar kjo. Po, dhe ekziston dhe në vende tjera, po jo si ke ne që kthehet në një makt. Tashti, unë mendoj që korrupsioni pra si thash nuk ka filluar sot, ka qenë dhe dje. Se unë kisha pyetje për më vonë, po me që na dolën ta konsumojmë. Pra, keni të drejtë kur thatë ju krijuat sistemin e drejtësisë dhe ju po e leni të punoj sistemin e drejtësisë. Të vetëdijshëm që do ndodhte eksaktësisht kjo që po ndodh. Pra, korrupsioni nuk është se lindi me Partinë Socialiste që erdhi dhe tash doli tani u shpërfaq sepse ju la drejtësinë të veproj. Por korrupsioni ka qenë dhe përpara, rrezik ka qenë më i madh. Un kam një ide tjetër. Kam një ide tjetër që e kam thënë dhe ja u kam thënë aty në sy në parlament. Që nuk është se para vitit 2013 nuk ka pas korrupsion. Edhe në kohën kur ka qeverisë Partia Demokratike, edhe në kohën kur ka qeverisë Partia Socialiste. Por përveç faktit që tani është më evident sepse po luftohet, po goditet e tjerë, ka dhe një diferencë shumë të madhe. Korrupsioni deri në vitin 2013 ka qenë i përgjakshëm. I përgjakshëm, e vërtet. Sepse janë vrarë njerëz duke i vjedhur. E vërtet. Siç është Gërdeci, dhe janë vrarë njerëz duke i shfrytzuar. Dhe janë vrarë njerëz duke i shfrytzuar barbarisht në një sipërmarrje që ishte korruptive totalisht. Janë vrarë njerëz mes bulevardit. Janë vrarë njerëz mes bulevardit. Tash ti për këtë. Dhe janë vrarë njerëz për të mbritur një akt të pastër korrupsioni edhe vjedhje. Kështu që korrupsioni ka qenë aty, ka qenë i përgjakshëm, ka qenë i pahetueshëm, i pagjykueshëm, i pandëshkueshëm. Ndërkohë që tani është i hetueshëm, i gjykueshëm dhe i ndëshkueshëm.